Ndryshe. Hajde Zoom, hajde. Po çat Zoomi, unë mirë me Emeriu tha me Zoomin. Mirë, siç e thamë pak më parë në studio mbritën aktorët e Portokallis, tashmë Portokallis tashmë. Eugeni dhe Ermiri. Përshëndetje. Mirë se ti jeni Salsano. Për kufjet lëri ato, kujt e çove dashur sa të? Jo, po bëja një story. Story? Për kë? Live nga emisioni, tani po i dhe. Po për emisionin tonë. Shumë mirë. Shumë mirë se erdhët. Mirë se ju rigjejmë. Tani për të qenë sinqert, Sot në studio duhet ishte Laert Vasili. Por me që ata nuk lejohen të vinë derisa të bëhet prime, sepse kanë ca kontrata, nuk do të dalin me njëherë në vende ku duhet dalin. Morëm Vaert Lasilin. Kështu që morëm juve në emër të Laert Vasilit, jo ti, s'ka fund ti. Dgjoj, unë do doja shumë që ne të bënim një bisedë, se gjithmonë sigurisht do prekim edhe këto gjërat e imitimit, po në çik më kështu më sociale, më friendly. Sepse unë s'kam as informacion të shumë për juve. Që do të thotë? Eugene, ti vjen nga qyteti Bregdetari Korçës. Sa vjeç je Eugene? 26 e gjysmë. 26 e gjysmë. Çfarë shenje? Luani. Luan. Ke lindur në Gusht apo në Korrik? Në Gusht, 18. 18 Gusht. Ti ke ëndra jote është kjo që u bën apo ti ke qenë një i ri, një adoleshent me ëndra tjera në jetë? Jo, kam ndjekur këtë temën. Këtë që ka qenë të bësh aktor. Po, aty jam. Ti ke qenë talentuar që i vogël? Po tani. Sepse unë kam qenë talentuar që i vogël. Në një fazë spikati edhe një gjë kështu e kam patur, po më ashtuar shumë gjatë viteve. Nuk kam qenë kaq sa jam. Po në shkollë bien syti gjatë kohës që bëheshin këto aktivitetet e gjërat e mëse të thash. Po, që bën këto shkolla këto aktivitetet, bën këto. Që në Kopësh kam marrë pjesë në për këto. Domethënë kam qenë i hedhur që ti mësoja vjershat, kam qenë shumë i prirur gjërat, kam qenë i dhënë. Po këtë zërin e ke trashëgimi nga babaja apo nga një xhaxhan të një se miku dhe mutër. Këtë zërin më ka injektuar Guri Koçoj. Ke folur poshtë? Shumurime për Ermirin. Shumurime. Dhe sa Eugeni ma. Sa ka pa Ermiri. Edhe në qind. Kjo është torta që t'ka bërë Top Albania Radio. Dhe ne për të Top Albania Radio surojmë gjithë gëzuar. Shumë faleminderit. Tani mendoj një dëshirë artistike. Edhe fryje, po do na thuash dëshirën në fund. Po. Opa. Kush është dëshira jote, Ermir? Çfarë mendove? Dëshira ime është që të vazhdoj në këtë rrugë që kam nisur dhe të rritem akoma më shumë në familjen e madhe Top Media. Të lumt goja dhe inshallah të realizohen të gjitha dëshirat edhe ëndrat tua. Un kam një kërkesë. Mikela e merr këtë dhe ndan ca copa dhe do hap tu studio. Do t'i bëjmë foto herë. Një foto, është sa bukur. Sa bukur, sa bukur. Mos e ke atë drejtorin mama. Kujdese, Ermir ka ditën sot. Mos ma lini. Kujdes se ka ditën Ermiri sot, na duhet torta atmosferë. Sa bukur. Faleminderit shumë Ledion. Mirë, ndërkohë që do bëjmë torta gati. Ja shkoj ta bëj gati me këto duar. Ermir, po ti s'mund ta thuash. Kjo ka qenë një nga ditëlindjet më të bukura se kam qenë mëngjes e deri tani me staf, me koleg dhe me urime, domethënë shumë faleminderit. Sa vjeç mbushe? 23, po kthej mbrapsh. 32 vjeç. Po 32 vjeç, më të vogël s'kam parë në jetën time. I tregon shumë i vogël, me thënë drejtën. Ti i ke qef ditëlindjet përgjithësi apo jo? I kam qef, po. Ja, janë momente të tilla që të ke qef ti festosh domethënë. Po këtu e bëjmë prap vitin tjetër po. Do ta bëj po sa e bie, kështu që ta llogarizim, inshallah e bie mart. Po ti marrën me dhurata cike, se unë për shembull po tregoj, un kam qejf t'jap dhurata, po nuk më pëlqen të marr dhurata. Ndihem siklet kur më bëj dhurata, se kam një kujtim, është mbas është kështu kjo gjë që ai është vënë siklet, ka xhu kohë, ka xhu para për më dhe mua pse. Edhe fufar ty s'pëlqej, kupton? Jo, edhe mund më pëlqej, absolutisht. Në vetvete më pëlqen thellë, po e kam si siklet kur më bëj dhuratë. Kurse kur jap kam kënaqësi domethënë. Po, edhe unë kam shumë kënaqësi kur jap më shumë dhe dihet që po nuk dhe nuk merr, kështu që është një lloj marrëdhënie që ndërtohet me. Mban mend një dhuratë veçantë që ke marrë për ditëlindje? Po, shumë dhurata veçanta kam marrë për ditëlindje.
Ja ju boft mirë. Ja, sot Sa e dhurata. Ja, po si kamarier sot. Pa e zoja. Faleminderit. Të tortën e ka zgjedh stafi i Top Albania Radio, se u hodhën në pyetje aty në grup me çaj haner mirë. Jo, çaj haju gjin me zanin. Keni pyetur gjithë ata veta dhe prapë se keni gjetur. Se me çaj hati vlla. Jo, për Ermirin. Po ti? Ermiri dok shumë, o gjëra me çaj kishte ajo. Që solle sot? Me velvet, red velvet. Nuk pranon ky thjesht. Se që thua ti Elona në mëngjes, Shumë e thjesht. Nuk pranon ky me çokoladë. Me velvet. Rreth de velvet. Aristokrat. Si do e çojmë këtë punë po tani apo do? jo, mund të ham, s'ka problem, po. Do. Emi ti e vlonjat? Po. Ke lindur në Vlorë? Jo, kam lindur në Tiranë, po me origjinë jam me të dy prindit nga Vlora. Nga Kuçe apo nga qyteti? Tashi kemi shprehje në mundin e mi dot no. Çfarë? Si është? Polti Jo, dëgjoj. Origjinën e largët të dy prindërve e kam nga lumi i Vlorës, jam kështu safi. Ande nga rruga Regjë është bërë mo? Si është bëja të nxjerr direkt Shkoj Çeparo shpesh, po, në Çeparo, po. Knaqesh. Ti Eugene duhet jesh nga Shkodra. Unë dukem Nga fshati Nga Bregdetari. Bregdeti, tha, Nga Bregdeti Korçës. gjithë. Po ti ishe duke marrë tortën, se... Isha duke bërë këtë përgatitjet e zonjës. E mirë, nuk e di sa i pasionuar sa pasion ke ti për televizionin apo për teatrin apo për filmin. I ndan dot apo jo? Se ti ke punuar në televizion, vazhdon punon? Po. Po. Jo, përveç portokallit flas. Bëj një program për fëmijë. Jo, u troqja që nga koha kur erdha në Top Channel në Portokalli dhe në radio dhe në televizion janë për momentin. Në çfarë radio ti? Ke filluar një emision trim thënë? Në një radio? Çfarë emisioni Sa është? bukur. Çfarë Është emisioni një është? emision mëngjesi kështu. Në mëngjes? Po. Në 7 me 9? 8 me 10 është pjesa. Është një risi se jemi me një linjë direkte me studion e Kosovës dhe është një studio e përbashkët Tiranë-Prishtinë. Është kështu network me Tiranën dhe Prishtinën. Po. Sa njerëz jeni aty në studio? 2 në Tiranë, 2 në Prishtinë, jemi dhe është 4 në total. Si jemi tani, po zëre se jemi ca në qytetin Bregdetar të Korçës, ca. Eugene ti veç televizionit je në ndonjë shfaqje, angazhim, ka ndonjë premierë tani apo? Unë jam aktor i brendshëm i teatrit të Korçës tani 2 vjet. Po. Edhe merrem gjithashtu edhe me projekte, me filma, gjëra të tjera të jashtme çfarë të vinë, dublim, filma zhvizzatimor jam marr. Domethënë pak a shumë të gjitha çka kanë të bëjnë me profesionin tim. Por nuk e ndaj dot. Ti një aktor fantastik, ç'bën ti tjetri? Bëri gjella aty kap aty. Po foli keq Dea dhe më tremi Dea. Dua t'i jap komplimentet e mia, unë kam parë edhe kur ishit me karnavalet e Korçës? Karnavalet e Korçës. Fantastik ishte Eugene aty. Dilte kështu. Edhe ikte Sa shihoni më atë skej në bashkë me Salsanon. Më thuaj një shfaqje që s'ke qeshur. Se i bëja çdo natë ndonjë. E mban mend atë erotizmin tim si kryetar bashkie me Spasin. Kur kemi bërë atë lëpirsen. Se ishte lëpirse e madhe. Edhe lëpirse nga Joan, ai nga Joan. Ndonjëherë ja bë, domethënë mbaronim lëpirsen, ja bëja me kokë. Eugene ti si quhesh, aktor i ri apo tani se profesionist e kuptoj, po sa të duash ti, un kam 6 vite në skenë. Domethënë relativisht i ri. Nuk jam relativisht i ri. Shiko, po edhe ja 10 vjet tjerë i ka Eugene për të qenë i ri bashkë me mua. Domethënë jo nga bankat e shkollës fare. 6 vjet janë mjaftueshëm për të krijuar një eksperiencë, sidomos për modele të tipit komedi apo mjaftueshëm për të krijuar një eksperiencë, po për të krijuar një emër dhe mbiemër siç çuna që ne kemi ftuar, siç aktorët kemi ftuar ne sot në studio është tjetër nivel. Pra kanë një emër, është Eugene Plovishti, është Ermir Hoxhaj dhe nuk e di 7 në fakt tani po e mendoj 2018 kam bërë shfaqjen e parë profesionale edhe sot 2025, kështu që. Kujt ja dedikoni juve sukseset në përgjithësi? Kujt jeni mirënjohës edhe? Ne kemi qenë dhe shok kursi, shok klase. Po, kemi qenë në akademi juve? Po, kemi qenë në klasë. Kemi qenë me Rovena Lulën. Me Rovenën, a? Edhe Gazgjoka. Edhe Gazgjoka i fjalës artistike. Dhe besoj se edhe ata meritojnë një përshëndetje dhe ne ja dedikojmë një falënderim, po unë ja dedikoj suksesin, tash suksesi është i pafundëm këtë rrugtimin ton, po ja dedikoj rreth par Zotit edhe familjes që gjithmonë më kanë mbështetur, që sakrifikohen ata, që unë t'jem sa andej këtej dhe
Ndërsa unë përveç zotit dhe familjes absolutisht, edhe çdo personi që kam punuar deri më sot, çdo bashkëpunëtori, çdo kolegu, sepse pjesë e suksesit nuk jam vetëm unë, mendoj. Është çdo njeri. Kë ke shijuar më shumë në këtë sezon Portokalli? Biserlën apo Loredanën? Biserlën. Loredanën? Po, jo nuk di, s'di ta them. I bëj të dyja me shumë qejf, po Biserlën e shijova më shumë se ishte i pari, ndoshta. Edhe shkoj çik më gjatë. Si dashuria e parë, domethënë. Jo si dashuria e parë, po është edhe personazh më ekspresiv që ke plus që pata më shumë eksperjenca me Viserlon si personazh, sepse ishte edhe më i suksesshëm, ka marr feedback më të madh, ndodhi dhe hyrja në Big Brother. Më kupton, është personazh që më ka dhënë kënaqësi më shumë. Edhe disa javë Viserlon. Edhe zjati disa javë. Loredanën tani e fillove, domethënë ka një 2-3 javë, kurse Viserlon Loredanën e kam bërë siç erdhëm këtu sot për të shpëtuar mungesën e Lart Dasilit. Loredanën e bëra për të plotësuar mungesën e Loredanës në Portokalli. Ne do kishim sa unë do vazhdoj akoma me Viserlën edhe por na ka erdhur ne kemi patur I morën vesh të tëra, i morën. E kemi patur planin që të vazhdonim me Viserlën, do ta fusnim kështu sekuenca të vogla me mini gjëra, domethënë thjesht për të qenë prezant. Pra do ndodhi kjo pastaj. Unë mendoj që më shumë ka bërë Eugenit famshëm Viserlën se sa Viserlën. Kelo veten. Po. Kjo është përveç se më kështu, po është me tik blu. Po, Ermir, ti sigurisht që me Laertin ti ke vënë vulën, absolutisht, po. Ke imituar edhe Xumin, po. Edhe Xumin, Amberin, Gjibanin. Gjibani kemi këtu këto, ha? Ermir është papagall, Ermir thoi, na bëj çik sa ta bëj. Ka një ditë, po ri. Ma bëj çik elonën. Po ri një ditë tha, se çmerdhi po tregoja një muhabet e sipër dhe bëra e tregova fjalët që tha personazhi si ai person. Nuk po vjen. Bo papagall. Çana një muhabet në fund pa imituar. Tani do një nga këto që imiton ka uruar sot ditëlindjen? Jo. Jo. Turp, gabim. Xumi, se di nga bëhet Xumi. Xumi është ai që është treguar shumë dashamirë. Po mund të mbetet hatri që sturovi Laerti, jo Xumi. Mua më ka mbet hatri pse s'm ka uru Amberi. Po shumë edhe për Amberin se ke edhe donjate. Juj, kush ka shah më shumë nga fansat e këtyre të dyve? Askush s'më ka shah. Nuk ta shah? Jo, domethënë të betohem, tash të paktën me sa kam parun. E di çka kanë bërë. Kanë shar Viserlën më shumë kur e bë. Mirja ka bërë pip. Nuk më kanë shar mua. Po se ka nga ata që e kanë dashur në Big Brother, edhe pse e imitone, pse bën kështu, pse bën ashtu, jo. Jo, nuk kam patur komente të tilla. Sa nuk dua t'i them unë tani komentet që më kanë bërë njerëzit, se duket sikur po lëvdoj vetëm, por nuk ka patur të tilla. Shikon, a ishte një kuriozitet në publikut Portokallis. Ju i propozoni vetë dua të imitoj apo ka një audicion apo ju thonë drejtuesi do bësh ti do ri më mirë tek Laerti ti Eugen. Shkove vetë Viserlo apo ta propozuan? Viserlo sa u fut gjithë trupa që sa ka dal Eugeni. Sa i Viserlo? O pa kapi Eugeni. Dhe jo vetëm kolegët atje, po edhe në TikTok kishin qarkulluar ca me personazhin që bëja me Besin unë atëherë, se thash edhe një tjetër, se po. Po thoshin që ngjashmëria, domethënë. Me ato vajzat. Po, me ato vajzat, e thoshin shiko si mos e bën ky atë në fillim. Po vajzat, po. Edhe ashtu ndodhi, po flasim të gjithë me njëri tjetrin. Thotë edhe Sala për shembull këtë duhet ta vësh ti, ose i them unë Ermirit, shikoj ti këtë. Pastaj regjizori është ai që vendos në fund. E kuptoj. Se ka personazhe që të përshtaten edhe nga ana fizike. Ja, pra ti bëje shumë mirë 4-5. Amberi tash nuk të përshtatet Ermiri. Jo. Laerti ishte personazhi. Na ka bërë për të qeshur më shumë në prova se sa në çast. Po, se në prova i kam. Ishte ne. Jo, më tha dhe Amberi ke festa. Po ky s'do në festë ky. Burr plak në festë akoma. Po ti si u përgjigje? I thash, ti ke dorën e madhe me ty s'bëjmë dot seks. Po, unë nga shkrisë Elsano të pjesa kur ju kthye orkestrës një herë, aty kam qesh me lot se kishim një skenë që e kishim skenuar si lulkuqet mbi mure. Po. Dhe gjithë ne do afroheshim atje, do thoshim gjesti. Mirpo duhej kolona zanore nga orkestra në kokë, orkestra po e kapte. Elsano. Orkestra! Lulkuqet
Shoqet bimor. Po në smanë që tuna, s'po dinte muzika të Blici, tek pas pak do të flasim për gjestin në Portokalli. Gjestin Portokalli. Gjestin Portokalli. Është të javë. Ja, shkojmë publicitet, prit.